Ashtu siç është bërë tashmë tradit në festat e Bajramit, Myftinia e qytetit të Kavajës priti drejtues të politikës lokale dhe përfaqësues të institucioneve vendore në ambientet e xhamisë Kubelie, me rastin e festës së Kurban Bajramit, në hollin e xhamisë u organizua një koktej simbolik, ku drejtuesit e bordit të xhamisë Kubelie, në drejtimin e imamit Gentian Nela, mirëpritën përfaqësues të Partisë Demokratike, drejtues të pushtetit vendor dhe personalitetet të tjera të jetës publike në qytet. Gjatë bisedave në pritjen festive, antarët e bordit të xhamisë u ndalën tek rëndësia e afrimit të institucioneve me qytetarët dhe besimtarët, ndërsa ju drejtuan kryetarit të Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, me kërkesën që në ceremonitë fetare të qëndrojë në radhët e para mes besimtarëve, aty ku, sipas tyre, ai ka festuar që në fëmijëri. Pavarësisht modestisë së tij, insistimi i drejtuesve të xhamisë solli edhe një reagim domethënës nga kryebashkiaku, i cili u shpreh se përtej vlerësimit të qytetarëve për punën dhe qëndrimet e tij, më e rëndësishmja mbetet gjykimi dhe vlerësimi që njeriu merr përpara Zotit. Uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar Kurban Bajramin, paqe, begati dhe harmoni në familjet tyre. Sot është ditë e sakrificës, ditë e pajtimit, ditë e paqes, e cila nuk ka as skra politik, as skra ndasie, as skra hine, as gjithçka. Është besimi në Zot dhe besimi tek njëri tjetri dhe paqe dhe begati i qoftë çdo qytetarit të Kavajës, në emrin tim si kryetar bashkie. I uroj të gjithëve në familjet e tyre harmoni dhe begati. Vitin tjetër kemi shumë projekte të mira, shumë gjëra të mira për Kavajën. Pothuajse Kavaja do të transformohet totalisht, duke filluar nga pedonalja ku jemi afër qendrës, duke filluar nga hyrja e qytetit, duke filluar çdo rrugizë, çdo lagje të qytetit, pra Bajrami tjetër do i gjej Kavajësit më të gëzuar dhe më të begat dhe një qytet më të bukur. Stadiumi është në fazën finale të përfundimit, kështu që shumë shpejt fillon puna, është në fazë tenderimi, kështu që ato që e kuptojnë, kuptohet që nëse punë ditësh fillon procesi i ndërtimit. Në prononcimin për mediat, Qosja përcolli urimet për festën e Kurban Bajramit për të gjithë qytetarët e Kavajës, ndërsa foli edhe për angazhimet dhe projektet e bashkisë gjatë kësaj periudhe. Pas pritjes simbolike dhe fotove përkujtimore, mediat morën prononcime edhe nga drejtuesit e Partisë Demokratike në qytet. Urime për festën dhanë edhe dy kandidatët e garës për drejtimin e degës së Partisë Demokratike në Kavaj, Rudin Hylviu, i zgjedhur vetëm pak ditë më parë, dhe Arta Arkaxhiu, të cilët vlerësuan respektin reciprok dhe qytetarinë e treguar gjatë procesit zgjedhor. Gëzuar për shumë vjet Bajramin gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen. Gëzuar dhe mbarsinë familjet e juaja. Uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen qytetarët e Kavajës si brenda dhe jashtë vendit, uroj nga zemra gëzuar Kurban Bajramin dhe viti tjetër t'ju gjej dhe më mirë akoma në familjet e juaja. Infrastruktura e vizitave festive vijoi me pritjen e drejtuesve të Partisë Socialiste në qytet, si dhe deputetit dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Gjatë takimit me drejtuesit e bordit të xhamisë Kubelie, Balla theksoi se Kurban Bajrami është një festë që bashkon njerëzit përmes solidaritetit dhe ndarjes me njëri tjetrin, duke nënvizuar rëndësinë humane dhe shpirtërore të kësaj dite. Në prononcimin për mediat, ai përcolli urimet për besimtarët musliman dhe foli gjithashtu për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe objektivat politike të vendit. Dua t'i uroj të gjithë besimtarëve, jo vetëm të qytetit Kavajës, por të gjithë Shqipërisë, gëzuar Kurban Bajrami. Një fest e bukur të cilën e festojnë gjithë shqiptarët, pa dallim të besimeve fetare, sepse Kurban Bajrami është një dita e sakrificës. Dhe ky Kurban Bajrami në fakt përkoi edhe me një moment të rëndësishëm për ne shqiptarët, sikurse ishte dita e djeshme në Bruksel, ku jo vetëm që u volos hapja e negociatave, po tani lajmi i mirë është kemi filluar të mbyllim negociatat për tu ecur përpara drejt antarësimit të plotë Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas fotove përkujtuese dhe urimeve festive, vizitat protokollare në ambientet e Myftinisë u mbyllën, ndërsa qytetarët vijuan kremtimet e Kurban Bajramit pranë familjeve të tyre.